Për ata kur e pyeti njëri tha, ja Rasulullah, më lën një testament, një porosi, tha, mos vdes vetëm se do le të jetë gjua jote e njom duke përmend Allah. A ki po që thot gjuhën dhe nërë? A të ka thot dhe nërë gjuhën? Ra, Allah më thot. E njom duke përmend Allah në azogjel. Dhe i vetëmi organ që Allah e ka kriju që nuk lodhët kur. Qishe pushon gjuhën këtë lodhët? Po bime fletë pushoj pak se u lodhët. I vetëmi organ që nuk lodhët. Për shkak se Allah ka qef me përmend Allah në shumë. Për ata Ibn Abbas që ka dojke. Kerejt feja, kerejt farzët kanë me rregullore, në formë të veçantë, në kohë të veçantë, sasi të veçantë. Përveç se dhikri. Ka ardhen i hapë. Përmend Allahun kur je në shtrat, përmend Allahun kur je në çut, përmend Allahun çdo gjendje që. Pejgamberi Allahut e ka përmend Allahun çdo gjendje që ka qenë që thotë Aisha. Veç një rast se ka përmend edhe ata ka bën istighfar për. Aisha transmeton se pejgamberi Allahut kur dilte pe tualetit bante gufranek, dhe o Zot më fal. Pse? Ka thonë një ndër komentet, ka thonë për çka se i kanë kalu disa çaste pa përmend Allah. Ka bëj istighfar pejgamberi Allah, ka lip falje pe Allah se ka çkenën në një gjendje se s'ka mujt me përmend Allah. Tan gjendje ti ka përmend. Pejgamberi Allah